Janë luajtur 4 ndeshjet e tjera të javës së 18 të Superligës, ku ajo që bie në sy është fitoria 1-0 e flamurtarit në një ndeshje të tensionuar kundër Besës. Në Vlorë takimi ka marrë përmasat e një skandali, kur në fundin e pjesës së parë, pasi vendasit ishin duke kryesuar me golin e Shenajt, një lojtar i flamurtarit preku dukshëm topin me dorë në zonë pas krosit nga e majta. Arbitri kryesor Remzi Sadiku për një moment nuk akordoi asgjë, por ansori sinjalizoi se prekja ishte me dorë dhe dha penallti. Dhënia e 11 metrësh shkaktoi irritimin e vlonjatëve, që sulmuan arbitrat e ndeshjes. Në fushë ka hyrë shefi i klubit, Geri Çipi, dhe më pas edhe kryetari i bashkisë Shpëtim Gjika. Ndeshja u ndërprer për 12 minuta dhe nga presioni i lartë i vlonjatëve, arbitri anulloi penalltin. Një vendim që nuk ndeshet shpesh në fushat e futbollit dhe që ishte parë vetëm në një ndeshje mes Liverpoolit dhe Romës në vitin 2001, por atëherë gjithçka erdhi pas vendimit të gjyqtarit dhe jo nga presioni. Lojtarët e Besës në shenjë proteste braktisën fushën dhe u futën direkt në dhomat e zhveshjes pa ekzekutuar goditjen e këndit. Në fillim u duk si një tërheqje nga fusha e lojës, por pas konsultimit mes krerëve të dy klubeve dhe zyrtarëve të federatës, lojtarët e Besës vendosën të ktheheshin në fushën e lojës. Vendimin e mori presidenti Bishdili në respekt të publikut të Vlorës, që është këtu në stadium, por ajo që ndodhi ishte qesharake dhe e turpshme, tha trajneri i Besës Shpëtim Duro. Arbitri u detyrua të anullonte penalltin nga presioni i lartë i njerëzve me pushtet, pasi në fushë pam kryetarin e bashkisë që i bënte presion, shtoi ai. Në pjesën e dytë rezultati nuk ndryshoi, megjithë përpjekjet e mëdha të Besës. Madje ansori anulloi dhe një gol skuadrës kavajase për pozicion jashtëloje. Tensioni nuk mungoi as në minutat e fundit të ndeshjes, duke regjistruar një ngjarje vërtet të rëndë. Në 3 takimet e tjera të luajtura sot, Gramozi mposhti 1-0 Apollonin, fal golit të Abazajt në pjesën e parë, ndërsa me të njëjtin rezultat Kastrioti fitoi në Korçë ndaj Skënderbeut. Ndeshja tjetër, ajo mes Laçit dhe Teutës, përfundoi në barazim pa gola. Java e 18 do të mbyllet me takimin e nesërm Tirana Dinamo, që pas vendosjes së transformatorit në stadiumin Qemal Stafa është çuar sërish në orën 18 të mbrëmjes.